Përshëndetje, si çdo natë e sot ditën e hen, I përshëndes shqiptarët nga Tirana, përshëndetje shqiptarët e Amerikës, përshëndetje gjithë shqiptarët e Evropës, kundo që ndodhen në botë, përshëndetje dhe shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës dhe të Malit Zi. Po ashtu I përshëndes dhe shqiptarët që janë në gjumë të Tiranisë. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, si që thash, më përpara, para ca ditëve, se ne I kërkuam SPAK-ut urgjent t'i përdorte fletët e arrestimit që ka kohë që I kanë mbi tavolinë. I thash që shumë shpejt do t'u lajmërojnë të nisinin në Amerikë dhe t'i jepnin llogari për arsye Amerika I paguan me taksat. Ata e kanë firmosur, kanë qenë kaqerë në Amerikë, e kanë firmosur se do të zbatojnë ligjin sipas urdhave që kanë. Ata u kthejnë dashur shqiptar, unë u thash edhe dije. U kthejnë me dosje të hidhura pra hajdutët, për kriminalet e 35 vjetëve. Unë sqarova dhe para SPAK-u të dashur shqiptar është hapur vetëm për 35 vjetë për qeveritarët, për të dy partitë. E kam fjalën për ish kryeministrat, ish presidentët, ish ministrat, zëvendës ministrat, kryetarët e bashkisë, kryetarët e komuneve. Për këtë është SPAK-u dhe për këtë duhet kishte mbaruar para 6 muaj ti përfundonte arrestimet, se çdo gjë ka një plan dhe ka kaluar. Të dashur shqiptar, dosjet kanë erdhur të reja, plus dosjet kanë erdhur të hidhur për ata që transportojnë para në Amerikë e diku tjetër. Janë shumë njerëz shqiptar, janë kryesorët e partisë, janë kryesorët që u kanë vjedhur ju, që u kanë marrë tokat e pronarëve të ligjshëm, pra erdhi koha juaj. Shqiptar do t'u keqi buzas shumë shpejt. SPAK-u më në kryetar e SPAK-ut, Braun, nuk ka më kuvete. Jam dy gjëra. Arrestimet sa më shpejt, o për ndryshe do arrestohen nga SPAK-u. Për arsye, sepse kanë marrë taksat e Amerikanëve, sepse shqiptarët ishin 100% me SPAK-un, por aman kanë kohë shqiptarët që më dërgojnë dhe më thonë jemi të zhgënjur nga SPAK-u. Edhe unë u detyrova që u kam thënë SPAK-ut realitetin. U kam thënë që u paguan Amerika dhe duhet kishin me kohë që të zbatonit sipas dosjet që janë. Shqiptarët e mi, dosjet janë përfunduar ka kohë, ka pothuaj 6 muaj. Dosjet janë përfunduar, fletët e arrestimit janë bërë, po për ndryshe të dashur shqiptar, po llogaritë PD-s e TPS nuk u arrestuan. Shqiptarët e mi ju e shihni dhe vetë. Çdo të hënë Berisha paraqitet edhe shumë të tjerë, po me qenë se Berisha paraqitet në SPAK, vetëm flet hidhërimet për SPAK, sidomos për ish kryetar e SPAK-ut të përpara. Pra, erdhi koha e realitetit, erdhi koha që të thonë të vërtetën. Pra, ai flet sidomos sot ka bërë një përshtypje në publik, sepse Sali Berisha e bëri Altin Dumanin hajdut edhe të korruptuar. Tha janë të korruptuar sepse vjerrit e tij, njerëzit e tij bën nga korrupsion sipas Berishës. Pa ajo është e vërtet, as është e vërtet, vetë. Do me thënë, unë I thash edhe sot në orën e gjysmë, I thash Altin Dumanit që në qoftë se ti nuk del brenda 24 ore, ti do mbash përgjegjësi. Do thuash realitetin sepse Berisha pa prap sot
para gazetarëve që i ka të njëjtit gazetar, sepse punojnë për të dy partit, të njëjtit televizor që e ndjekin nga pas. Në qoftë se del një tjetër që e do kombin e Shqipërisë, që i do shqiptarët, televizorët nuk vënë, sepse janë të këtyre. Qeveria të dy palët janë njësoj, pra shqiptar, erdhi koha që ju do shihni vetë Altin Domanin që të thot realitetin. Për ndryshe, prokurori i përgjithshëm të më dëgjojë me vëmendje, se çdo gjë që themi ne duhet zbatuar, se për këtë punë jemi këtu, për të bërë Shqipërinë me kufi natyror, për të pastruar Shqipërinë nga beturinat që e kanë coptuar Shqipërinë për 35 vjet. Do me thënë, prokurori i përgjithshëm zoti Qela, ti duhet të hapësh dosjen urgjent. Dosjen që çfarë tha Berisha dhe çfarë do kthej përgjigje Domani. Zoti Domani, urgjent kthej përgjigje. Ti je prokuror, je jurist. Unë të jo fare mirë se kushini. Trego veten, trego familjen. Kthej përgjigje Sali Berishës. Sepse këta e dëgjon gjithë bota. E dëgjon se Berisha para Spakut flet se ti ke 5-6 emra. Flet se ti ke 4 apartamente. Se ti pastron parat në Amerikë, e tha Berisha, kërcejnë në përdasmat njerëzit e familjes tënde. Të përmendi edhe gruan. Pra dy gjëra. O janë fjalët e vërteta të Saliut, o janë fjalët e vërteta të zotit Altin Domani. Unë e di të vërtetën, sepse Altin Domani, ta din të shqiptarët, ai ka një rrogë më të mirë nga të gjithë, që nga presidentët, edhe deputetët, e kryeministri, ka rrogën shumë të majtë. Ai mund të marri apartamentin jo 1-2, po mund marri mjaft, sepse merr gati 10.000 në muaj. I thon 100.000 në ditë, ai ka vite e vite. Por nëse ai nuk i kthen përgjigje Berishës, ai herë del në publik, flas për publikun, publiku thot ai herë që nga i korruptuar. Dy gjëra, o do arrestohet Berisha për këtë punë, o do arrestohet Domani. Por Berisha, dashur shqiptar, ka shumë dosje. Dosjet e 35 vit. Si Berisha dhe Pëseja. Janë dosjet së bashku. Janë dosjet e 97-ës, që u vran 5.000 veta. Janë dosjet e naftës, që i qovi ushqim Serbis për të vrarë bosnjakët e më në fund, për të vrarë kosovarët me 99. Janë dosjet të dashur shqiptar e piramidave. Shqiptarët e atë lek që e kishin bërë me sakrificë, që kishin punuar si slevër në Greqi e në Itali, i suall e dini se do jepin 1 me 10, por u marrë ato parat. Shumë njerëz i humën shtëpit, se i shitën që t'i bënin parat të minë akoma më mirë. Piramidat e kam fjalën. Edhe me atë su ngopën. Arritën me 21 janar, vran 4 veta e plagosën mjaft njerëz. Po, arma kërciste nga Taraca dhe nga drejtarët e kryeministrisë. Prap, nuk u ngopën. Por, hodhë bombër në Gërdec, të dashur shqiptar. U vranë fëmijë të pangopur. U vranë fëmijë që s'kishin kërët dreka ditë. U vranë fëmijë dhe gjyqtari do mbaj përgjegjësi penale. Për arsye që e ka shtyr gjyqin 100 herë. I thonë 5-6 vjet. E ka shtyr gjyqin. Pra, ai do mbaj përgjegjësi penale sepse ish ministri i ushtrisë o i mbrojtjes si të keni qef juve ta mirni, Fatmir Mediu. Fatmir Mediu është transportim parash. Fatmir Mediu. A e pat të dashur shqiptar në maj që ju e quani zgjedhjet, kurse unë kam thënë nuk ka zgjedhje. E nuk ishe zgjedhje, po kishe vetëm emrime të përgatitura. Pra, a e mbani mend
Neve do mund t'u tregojmë nesër përsëri foton kur erdhi një mjekërosh, një qifut nga New Yorku, gjoja se ai ishte kryesori i president të Amerikës. E kujt i bëhet vonë? Erdhi këtu, mori miliona dollar. Mori miliona dollar dhe kush e priti në aeroport? Fatmir Mediu. Fatmir Mediu ka gënjer popullin shqiptar, po populli e di. Flet në për televizoret, i veshur me luks dhe thot, unë ishe në Amerikë. U takova me këtë senator, me këtë kongresmen, dola fotografi, dele fotografi në për restorantat e Amerikës. E kujt i bie dërmend se ka dalë me një senator. Por me që se ka thënë me një senator, a ishtë në ndjekje, me kë senator ka dalë, çfarë i ka dhënë, do bajnë përgjegjësi edhe ata. Ka ardhur koha dashur shqiptar, për 35 vjetë që e coptuan Shqipërinë, ka ardhur koha e realitetit që t'japi llogari. Shqiptar, këtu do japi llogari shumë njerëz, aty ke Skënderbeu. Gjyq popullor. Do ketë ambasador që do arrestoj. Do ketë shumë ambasador. Ministra tuaj të Evropës që kanë bërë pazar me Shqipërinë, me këta horrat që keni juve tani, me këta të quajtur deputet, me këta të quajtur ministra e kryeministër. Pra, u kanë coptuar. Por të dashur shqiptar, kryetari i ri, që ishte në New York, në Washington, në zyrat kryesore, jo në Shtëpinë e Bardhë, dashur shqiptar. S'ka rëndësi fare për Shtëpinë e Bardhë. Ishte atje ku janë ligjet, ishte atje ku është kushtetuta, ishte atje ku kanë firmosur dikur këta, kanë qenë pothuaj të gjithë një nga një, që e firmosur dhe kanë marrë urdhër të prerë arrestimet do fillojnë nga ata. Pra, unë jam i bindur që nesër kanë filluar maraushga të flasin, t'i nxjerrin disa fjalë, edhe thonë atë që kam thënë unë, që po, do arrestojnë shumë njerëz që kanë bërë trafik me para. Shqiptarët e mi, erdhi koha që ju të dini të vërtetën. Erdhi koha e lëvizjes të studentëve. Ju e shihni mbrapa me, dashur shqiptar, studentët e Shkupit dhe familjet e tyre. A i shihni me qindra dhe mira flamur kuqezi. A i shihni vendit Dardanit, kurse në nëna Shqipëri, që quhet tirania, janë i gjumë. Janë i gjumë studentët, sepse profesorët, të quajtur profesor, që shpejt do t'i shihni se çfarë profesor janë, bëjmë propagandën që studentët mos dalin jashtë. Bëjmë propagandën urdhër nga Edi Rama, urdhër nga Sali Berisha. Dikush mund të thotë, po Sali Berisha nuk është qeveri, po Sali është kryesori të dashur shqiptar. Ky është kryesori. Pra, erdhi koha e realitetit student. Mos dëgjoni profesor, sepse ne kemi një javë që po i verifikojmë një nga një profesorët. Kush u ka dhënë urdhër mos dilni, që duhet dilni urgjent. Përse do dilni urgjent? Sepse do vinë të gjithë të Tiranë, do vi Shkupi, do vi Tetova, do vi Struga, do vinë të 7 universitetet e Kosovës. Do vinë Podgorica, kryeqyteti i Malit të Zi, kryeqyteti i princave, kryeqyteti atyre që kanë luftuar me shekull me serbët. Do vinë këtu. Pra, shqiptar, këto janë tashi ditët e fundit të këtyre, hidhërimet e këtyre, kurse gëzimi i shqiptarëve. Të dashur shqiptar, unë ishe dje për të parë që më kishte thënë e Luk Besonje, më kishte thënë dashur shqiptar që në plazhin e Durrësit o të malit të Ropit, si i quani ju, kam vajtur.
edhe çfarë kam parë. Tamam si në kohën e bolshevikëve, ishin të dashur bashkëdhetar deti, gati 2 kilometro e gjysmë. Do të shihni tani e do habiteni të dashur shqiptar, më falni që nuk dukeni, pa shihni dashur shqiptar, prej këtu të telët, dhe deri, po thuaj në fund, afër të malit të Ropit, 2 kilometro e gjysmë eksakt është bosh. Po pse ishte bosh? Plazhi në krahun e djathtë më këtan ishte me njerëz dhe këtu të dashur shqiptar 2 kilometro e gjysmë janë qeveritarët, të quajtur qeveritarë, lopçarët, ignorantët dhe hajdutët. Kanë zënë Bregdetin që të shkosh gati 500-600 metro në ujit, do vesh deri në Bres. Vendin më të bukur të kombit shqiptar. Detin më të pastër që e pash me sytë e mi, i fotografoan ne dashur shqiptar. Aty kishte edhe nga garda. Biztova me të gardës. Kush e ka këtë vend? Një i gardës me zë të dredhur. E kanë ata, tha. Kush janë ata? Ata, tha, të rrugëve. Kanë arritur dashur shqiptar, që shqiptarët u shëmbushur kupa plot, me dëshpërim, të bash vendin bosh. Ne mund shihni një foto tjetër, që e shkruan hem anglisht, hem shqip, dhe thot. A shihni foton dashur shqiptar, ku thot, ndalohet zona e sigurisë. Ndalohet sepse në batan këte janë ignorantët, janë alfabetët, janë spiun dhe shqipforcit. Që do të dashur shqiptar, deri në ujë e thurur me garë. Ande janë qytetarët, intelektualë, kurse këte janë fshatarët. Janë njerëzit që s'kan parë një ditë të bardhë. A i shihni këtë vilin dashur shqiptar? Pyeta, kush e ka atë vil? Si ai vili ka shumë ati. E ka, tha, një Amerikan. Por, e vuri buzën me hidhërim. Do me thënë shqiptarët e mi, ka arritur. Ju dursak që po shikoni këtë vend, shqiptarët që janë rreth Durrësit, Kavaj, kudo që janë. Unë jam gati me ju bashkë. Ta hedhëm atë telin, atë litarin aty, atë kufirin, e kanë bërë kufirin, do me thënë andesh Serbia, këte e Shqipëria. Do me thënë, dikush thot, çdo thot jo Serbia. Ata janë njerëz të Serbit dashur shqiptar. Janë këlyshët e këlyshëve. Janë ata që u kanë robëruar ju për 35 vjetë. Janë ata që u kanë vjedhur ju. Janë ata që u kanë lënë me pension nga $80. Janë ata të rrugës. Janë spionët. Janë mizat e kalit. Ata pas ka një dallim. Shqiptarët e mi, unë e njoh mirë botën, po them Evropën dhe Amerikën, as mi vend të botës nuk ka kështu. Po në kohën e komunizmit, po, në kohën e Envejt, po, tek sërish ka qenë. Por në kohën e demokracisë të botë, deti është i të gjithëve. E kanë zënë detin më shumë vende. Nuk të lenë duhet paguash. Po kush janë ata që kanë ato? Shqiptarët e mi. Pa marrësi se njeri thot, është hoteli tim, është i ti. Hoteli është i mizave të kalit. Hoteli është i ministrave evropian, i senatorëve evropian, pra i ignorantëve, i rrugaçve, është ky. Ky do të jetë vendi juaj shqiptar. Pamarësisht se unë nuk jam në zyrat e reja, po ty ishe në zyrat e reja në atë minut, nuk do shihje më gardh, po nuk do shihje më me ambrella që paguajnë nga $5-6.
Nuk do shinje me, sepse ky i takon shqiptarëve. Dikur shqiptarë shkonin me indomate për drek e minin me vete. Kurse sot, rrera shumë e bukur, shikojeni s'kesh. Asnjë s'kishte. Kurse në krahun tjetër ishën disa, domethënë, turista, më falni turista po them, të Durrësit, sepse s'ka asnjë turist. E kam për qëllimisht se e din përfundimin e tyre. Ja pra shqiptarët e mi, shqiptarët e Kavajës, të Durrësit, të fshatrave, të rrethet Tiranës. Kur t'ini gati, jam unë së bashku me ju, ta heqëm atë gardh edhe të eshte toka jonë, të vëmë flamure shqiptarëve, më çdo vend. Unë po i verifikoj të gjithë ato vilat që janë atje. Të kujt janë? Po jam i bindur se janë të këtyre për pastrim para. Janë të këtyre që kanë erdhur dosjet e reja nga Amerika, që ne nuk flim gjuhë. Kanë erdhur dosjet që këta përgatisën preparat për ta vjedhur akoma shqiptar. Shqiptar kudo që jeni, erdhi koha juaj. E jani, keni qenë gjyshit, estër gjyshit, trima që kanë luftuar. Nuk u shë trembur syri të dashur shqiptar, kanë luftuar me armit qekullor. Kurse këta janë nga kartonat, nga to kartonat që rrëzohet me një gisht, apo kala perere. Mos kini friko shqiptar. Ai që thot kam frikë, se kam djalin në punë, kam gruan në punë, jam vetë në punë. Mos kini frikë, që erdhi koha e juaj, ne për ju jemi. Të dyja partit kam përfunduar dashur shqiptar. E janë të përgatitemi për të zgjedhur 80 deputet, për të zgjedhur 41 senator të jenë pjati lagje, pjati fshati, pjati qyteti. Të zgjedhëm kryetarët e bashkisë, të jetë pjati qyteti, që ta njohë rrethin e tij, fshatrat që janë rreth qyteteve. Të zgjidhet një herë mbas 100 vjetëve. Të zgjidhet një herë të dali realiteti. Të dalin shqiptarët duke gëzuar. Ta hedhën votën atje ku duan. Tamam si në Amerikë. Të dalin një herë 46 vjet me regjim bolshevik. Ishte vetëm një kuti e kuqe. Do të jetje që s'bën atje. Pamarësisht. Sot, gjoja janë dy kuti. Një e quajtur PD, e spionave, një e quajtur PS, e bolshevikëve, e shqipfolsve, e mizave të kalit. Pra, a shgoni botën se qa po bën. A shgoni botën që është në luft. A shgoni këta të ri. Shkoni për atë dashur shqiptar. Të gëzohet zemra kur sheh flamurin ton. Pra, do dalë përsëri në demonstratat. Kjo është demonstrat paqësore. Në demonstratat e benzinës i bin të dyja partit. Të janë bashkë të dyja. Sepse mbajnë një i tjetrin. Se menduan se janë dy partit e satelitë e tyre që janë parti shehu që janë emrat Qorri, e si kanë emrat e tyre, Lapi e Lapat, që janë të Soros, që ka vjedhë Sorrova këtu. Por aman, ditën që t'jemi ne, nuk ka Soro, as Sorolop. Nuk ka me as Ajdut, as Shqipfolës. Ata do t'jenë në burg të lidhur me zinxhir, e duke pastruar kodrat, e duke pastruar rrugët që i kanë bërë gropa, t'i shohin shqiptarët si do lëvizën me travaj, t'i shohin shqiptarët si gjithë bota me tren, i vetmi shtet në këtë glob, quhet Shqipëria e robëruar, që s'ka as tren, as travaj. Po çfarë ka? Ka naftë $2.50. Nafta gjysmë për gjysmë me ujë. Është nafta e këtyre. Nuk është e kastratit. Pamarësi se kastrati kur del tundet e lëkundet, por nuk është e tij. Është e qeverisë.
është Edi Ramës, është Sali Berishës, është këtyre. Pavarësisht se janë bërë dyqane, shopping center, Tekua, si e ka emri, e thonë është i Manes. Manja s'ka patur as gjyshi ti, edhe as do ketë njëtë e ti, po është i sërbëve. Pra shqiptar. Thonë Kalaja, në mes të Tiranës, Kalaja që është e vjetër, ka histori, e thonë e kanë toptanë, jo të dashur shqiptar, ata e kanë tiranësit, familjet e Tiranës. Këtu të dashur shqiptar, ka një rregull, do ketë një disiplinë. Kur balli kombëtar u krijua për të shpëtuar kombin e Shqipërisë, ishin gjithë familjet më të mira që e donin kombin, jo vetëm në Shqipëri, e në Kosovë, kosovarët, Tetovë e kudo, ishin ballistat, ishin për të shpëtuar Shqipërinë. Erdhë bolçevikët e rusëve, të sërbëve, të Miloševićit, e të tjerëve. Pra shqiptar, erdhi koha juaj. Unë ua kam thënë edhe po them përsëri, të gjithë ata që kanë patur pronat e tyre që i kanë blerë me flori. Çdo milimetër katrore kanë blerë me flori. Komunistat u amuar. I umuar tokat. Nuk lanë e baktit e pulat. U andan kufin deri në dritare shtëpis. I ben shqiptarët slave. Pavarësisht se kishe kampe i intrenimi, Lusha kishe 7-8 kampe, Gjaz, Pluk, Gradisht, Savër, Grabihan, edhe Fieri. Kampi i intrenimi. I ben dhe fshatrat. Deri në 74. Në 74, në 75, filluan kampe të rinj me familjen e Ballukut, me komunistët, me ata bolçevik që u vranë, duke mbyllur grushtin, duke thënë rroft partia bolçevikët rusë. Rroft e Enverit, duke vrarë. Kurse balli kombëtar dashur shqiptar e donte Shqipërinë. Ja pra ka erdhur balli kombëtar për të çliruar kombin e Shqipërisë si dikur. Ishën patriot, ishte lumë skendua, mitat frash, familje frashëllinjve, që frashëllinjt, duke shkruar me penën e tyre, mbronin kombin e Shqipërisë. Ka ardhur koha shqiptar, çdo njeri që ka patur pasuri, i marri përsëri. Pasurit nuk do ketë pasuri toptanët e vërlacët, që i kanë marrë me imponim në kohën e komunizmit. Asnjë s'është dënuar nga ata. Asnjë s'ka qenë në burg, po ishën drejtora. Në përkampet e intrenimit, kishëm drejtora që ishën me emrin toptani. Në Shtyllas, në Leva, fëmijët e tyre, inxhinier, teknik, i kemi me emra e me mbiemra. Filin që i flet realitetin. Pra shqiptar, si që kam thënë, 97% të shqiptarve kanë hequr të zitë e ullirit e në kohën e regjimit bolçevik. E sidomos për 35 vjet që e shohin pasurinë e tyre dhe nuk e marrën dot. Legjë se marrë, po i kanë shpërë në përgjyqjet, që fëmijët e tyre kanë punuar e punojnë si slavër në për Evropë. Marrën nga impara, vinë në aeroport, e din kush është, e din sa para ka me vete, ja merr avukati, do të fitosh gjyqin, thotë, se s'bën. Shqiptar, avukatët janë 10.000 avukat në Shqipëri. Nuk flas për 100%, po dhe 90% janë me diploma falso. Janë ata avukat që u kanë mashtruar ju. Janë ata avukat që e dini që është avukati tënd. Po kur bashkohen bashkë të dy avukatët, thonë, sa do më ashtje, sa do më arrun. Sa do t'japën prokurorit, e sa do marri gjyqtari. U s'kam parë do njerë në botë
Këtu bëhen gjyqjet pa gjyq. Bëhen në për dyert, në derën e parë. Bëhet pazari, hyn avokati, 2 avokatët, hyn e prokurori, pa qenë persona, pa qenë dosjet origjinale të familjarëve. Ata rrin prapa derës, del avokati me buzë në gas e gënjen atë familje. Ai tjetri e gënjen. Bëjmë pazare. Mua më kanë erdhur me qindra në zyrë, nga Vlora, nga të 4 anë të Shqipërisë. Kanë erdhur me dosje. Po shqiptarët duhet ta dini. Dosjet janë origjinale të gjithë Shqipërisë që kohën, ta them, që kohën e Skënderbeut. Janë dosjet origjinale. Janë si janë ndarë. Janë origjinale dashur shqiptar. Do t'i mini tëra pasurit. Erdhi koha e juaj. Por unë kërkoj nga ju. E janë sa më parë të shpëtojmë Shqipërinë. Të shpëtoni ju. Të shpëtoni fëmijët tuaj që të vinë nga jashtë, të shojnë. Të vinë të gëzuar, jo të vinë në aeroport, apo në KKV, apo në kufi me Greqinë, që aty i plaçkisin, që aty i thonë dil jashtë, çfarë ke? A në qoftë ti ke bler diçka, ose e mirë është kjo, i thot polici. Do me thënë, i kufirit. Do me thënë, hajdutët, oficerët, se polici thjesht, a ish pa bukë, a ish ka guxim të flasë, që është pa ngrënë. O shqiptarë, erdhi koha juaj pat demonstratën e fundit të Saliut, që s'jen fare njerës, që e dinë, unë i lajmërova në orën 6, dhe kam thënë tekstualisht kështu, që drejtori i policisë i ri ke 2 rrugë, o me shqiptarët, o me Salin e me Edi Ramën. Nxirri detektivët, civila, si pas rregullit gjithë bota kështu është, të hynë në mes, të i shohin kush ka sjell benzin, të arrestojnë flagrancë. Unë respektova drejtore policisë, pavarësisht se kush është ai, bravo i qoftë, e bëri punën, nuk i la që diqin policia, i arrestuarve në vend, unë e urova, dhe të gjithë shqiptarët jam i bindur. 97% të shqiptarëve e uruan. Kush në shtëpi, kush në për kafene, thanë bravo i qoftë, e pa parë në historinë e Shqipërisë. Pra, arrestoshin përpara, në mes të natës të nesmen, mbas 2 ditë, mbas 3 ditë, arrestoshin edhe gjyqtari, pa pik turpi. Po s'kan turpat, ata s'janë gjyqtarë, ata janë rrugachër. Ata do majnë përgjegjësi penale. E përgjegjësi penale, si pas gjyqit popullor, që i kanë coptuar shqiptarët. Këte e hedhë benzinën në kran tjetër e nxirr. O shqiptarët e mi, a pa do inflamur shqiptar në demonstratën e fundit që u bë nga Saliu? A pat as inflamur. Vetëm një flamur që ishte sinjali, kur ta lëvizte flamurin, të hidhin bomba, benzinë. E pan disa që heqen shesën mendje në parlament bërtasin, unë jam deputet, tot më ka zgjedh populli, se ka zgjedh popull. E ka emëruar Edi Rama, e ka emëruar Sali Berisha. E pat policinë këtë radhë qa u bëri, edhe qanit. Pra, ju jeni nga ta njerëz, ju jeni nga ta frikacak, që keni vjedhur shqiptarë. Ju jeni nga ta që quheni profesora, që quheni jurista, që i vidhni. Ju jeni nga ta që keni bërë gjyqe si avokat, si parlamentit, që keni vjedhur Shqipërinë, po erdhi fundi. Shqiptar, lajmi i mirë u erdhi nga Amerika. Ata, 4-5 veta që ishin, u këthyen me dosje të reja, me dosje kush ka vjedhur e kush ka quar para në Amerikë. Unë nuk kam thënë, po këta pavarësisht se janë hajdut. Unë nuk kam thënë që ne shëgojmë çdo milimetër për hirën e kombit. Ne i dim ku i çojnë parat, ku shkojnë, pavarësisht shqiptar. E të çfarë bën këta?
Këta shkojnë me pashaporta diplomate, e fëmijët, e niprat, stër niprat, me pashaport diplomate. Këta e dinë që nuk kontrollohen. Po, nuk ka hapën valigje. Aman, dihet edhe sa dollar brenda ka. Edhe si i ka, edhe kush i ka zënë me dorë. Pra, ato dosje të reja që erdhë, do t'i shihni këto ditë, gjyqjet drejt e në burg. Janë me qindra shqiptarët e mi. Por, me rastin e fundit po e them. Zoti Altin Dumani, unë të thash sot në orë 1:30, ke 24 orë të dalësh, por në atë vend ku del Berisha, ti lajmërosh të gjithë gazetarët, të gjithë televizorët, dhe të thuash realitetin. Të thuash Berishës për apartamente, të tha 4 apartamente e shumë gjëra tjerë. Të thuash njerëzit tënë që kërcekan në për New York, në për restorantat, dhe bëjnë pazar për parat, korrupcion. Të thuash realitetin. Unë e di realitetin, po ti të thuash shqiptarëve që nesër ti jesh me fytyrë të pastër. Të thuash realitetin ato. Berisha nuk e tha vetëm sot. Berisha ka që kur vjen të hen për të hen. Të hen për të hen, a i mezi e pret të hen. Që të dali para shqiptarëve si shdel 4 herë në ditë. I ven me njërë televizorët, sepse janë të tyret. Sepse ata i kanë ngjitur. A i shini televizorit dashur shqiptar si një Big Brother. I jep $100.000, të tjerëve nga 10.000. Ku i gjenë këto parat? Këto janë parat për propagandë. A i Top Channel do japi llogari. Do japi llogari. Që ku i gjeti parat? Ku i gjenë tërë ato që vjen aty? Financimet. Kush ja jep? Ne e dim kush ja jep. Pra do japi llogari sepse janë këtyre televizorët për propagandë anti-shqiptare, për të ulur autoritetin e shqiptarëve. Ne shqiptarët jemi, të dashur shqiptar, jemi një racë, një komb dhe një fe. Përfundimisht, të dashur shqiptar, po e them edhe një herë, plazhin e Durrësit. Regjizori mund na i verë përsëri plazhin e Durrësit. Të dashur shqiptar, shikojeni mirë. 2 kilometra e gjysmë prek të Keteli e deri afër malit të Ropit. Shikoni dashur shqiptar. Vendi mbi bukur për mizat e kalit. Gjithë shqiptarët që më dëgjojnë, që kanë qef të venë në det, pavarësisht se s'kanë ushqime, po të paktën merrni një domate. Dhe vini shtrihen aty ku janë shtrirë plirat për 46 vjet me regjim bolshevik, të quajtur ushtarak, të quajtur kuvendi i shqiptarëve, e kam fjalën për 46 vjet, të quajtur policia, ajo polici që vrau shqiptarët për 46 vjet, që i pushkatovi, i trenovi, ata rrinin aty. Po vetëm i gjë mund të bëjmë dashur shqiptar. Ta pastrojmë atë rrerën gati 1 metro poshtë. Mikropet e qelpsirave që janë shtrirë aty. Edhe të venë shqiptarët. Ta bëjmë të pastër për shqiptarët. Të jetë gradis. Të vej, të shtrihet ku të ketë qef. Të kthej një syt nga perëndimi. Kam fjalën. Kështu thoshin shqiptarët. O Zot, perëndimi do na shpëtoj. Pra shqiptar, Amerikën e kini me vete. Kur them Amerikë, kam thënë 1000 herë. Pavarësisht se mizave të kalëve nuk u vjen mirë. Amerikën e kini brenda. Kudo. Ushtria amerikane këtu është. Është në Malzi, është në Maqedoni,
është në Kosovë. Pavarësisht se Kosova ka 2-3 ditë që zgjedhin këto zgjedhën president. Ja unë po them shqiptarëve të Kosovës, ju do të zgjidhni, populli të zgjidhni. Nuk janë për zgjedhje asnjëherë në Kosovë, janë mashtruar. Akoma partitë që u kanë vjedhur mblidhen, sidomos Kurti u mblodh prap dje dhe sot, edhe kush do të marrë presidencën. Po Kurti do shkoj burg. Për arsye se u ka vjedhur. Ju mund t'i bëni gazetar Kurtit një pyetje. Unë kam edhe vilin e tij jashtë tokës të Shqipërisë. Një vil që kushton të paktën $7 milion. Ku i gjeti parat? Po vetëm për një po themi. Pra shqiptar, ka ardhur koha e shqiptarëve. Kosovar vëllezërit e mi, ka ardhur koha e juaj. Fëmijët tuaj janë jashtë dheut. Punojnë e kur vinë, s'kini akoma asgjë. Sepse UÇK-ja ka luftuar. Do të vinë shumë shpejt të 4, dashur shqiptar. Nëse keni problem me njëri tjetrin, i zgjidhni vetë, sipas kanunit që është. Sepse kosovarët e duan Shqipërinë. Ja pra Dardani ka erdhur me këto flamur që shini, që s'ka broj, që si valvojnë dashur shqiptar. Duart e intelektualëve të studentëve, duart e baballarëve të tyre, që janë në thundrat të Maqedonisë, në thundrat e Serbëve, ja se lëvizën, kurse tirania, që thonë këta, horrat, hajdutët, familjet e shkatëruar, nuk e duan flamurin tonë. A keni parë në përshtyllat, si janë bërë flamur, cop. Qiko pra flamuri, sa i kuqesh, sa i pres këtësh. E pra studentet Tiranës që më dëgjoni, në qoftë se e dëgjon një, thuaj shoku tënd, shoqes tënde. Ja ky flamur do valvoj këtu në Tiranë. Jam i bindur se nuk do ketë rrugë të Tiranës, vetëm do jenë student, vetëm do jenë prindrit e tyre, do vihet tërë Shqipëria, tërë emigracioni, që të gëzojnë ditën dhe të shpëtojë Shqipëria një herë për gjithmonë. Të dashur shqiptar, rroft Shqipëria jonë me flamur kuqezi, së bashku me flamur amerikan. Duhet me çdo qoshe, të dashur shqiptar, Shqipëria, ky flamur që ka mbrapa shpine, ky do valvoj, ky e ka shpëtuar që më 12 e këte. Ky e shpëtovi Shqipërinë, që do të copton të englezët, do të copton të Franca, po ashtu dhe caristi rus, që foli për të coptuar Shqipërinë, por jo. Gjaku jonë në Amerikë, presidenti tha jo, Shqipëria nuk e lem të coptoj. Pra, moj Francë, që na ke coptuar, moj Englezë, që na bet fije, ne e muartë qamërin më të bukur, na i dhatë grekve. Politikës, se Arbanitas janë toni, dashur shqiptar, unë për këte kam shkruar për shqiptar. Kjo është në broshur të 51 pika. Është në faqen e jashtme. Se në faqen e parë është flamuri i Shqipërisë. Ju e keni parë hartën e Shqipërisë, ua kemi nxjerrë shumë herë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pra, erdhi koha e realitetit. Erdhi koha të dashur shqiptar, këtë që shihni ja pra ku është. Në faqen e parë, 51 pikë programi është harta jonë. Ju do të shihni edhe në skrim harta jonë. Mbrapa është Shqipoja jonë. Çfarë thuhet në hartë? Shqipëria e garantuar bashkimi i Shqipërisë brenda kufive të saj natyror. Ja pra harta dashur shqiptar. Është i vetmi që kemi bërë ne. Të vetmi që e kemi varur ne këtë hartë. Ja pra regjizori më thot Lëviz Çik Bjan.
Pra, kjo është harta. Kjo është harta, ky është broshuri që kemi bërë programi. Ky thot realitetin, dashur shqiptar. Sa do marrën pensionistët, sa do marrë policia, që policia është kombi, kapeli e tij është flamuri, është shqiponja, krenare, shqiptarët e mi. Pra, ai flamur do tjetë. Pavarësisht se në kohën e bolshevikëve ishte një yll. Ylli nuk do ekzistoj, dashur shqiptar. Do jetë ky flamur në kapelen e policisë. Sepse ai yll la shkatërrovi. Ai yll i davi familjet. I bën të intranuar të burgosur, bën kooperativat dhe fermat. Pra shqiptarët e mi, ne kemi bërë, po thuaj 5 metro a 4 metro, me 3 metro, është varë para zyrave. Asnjë deri më sot. E pra, këto dy partit që u kanë shkyer, që u kanë vjedhur, që u kanë vrarë, që u kanë nxjerrë fëmijët për të detit. E pra, se kanë këtë. Ata s'bajnë flamur, dashur shqiptar. Jo Bashkimin e Shqipërisë që se kanë ndeshur. Sepse këtu janë sërb, grek. Këta janë. Po të llogaritë mirë, dashur shqiptar, 80% e në kohën e Enver Hoxhës, po të llogaritë mirë, ishën çoben të erdhur nga Rumania. E përsëri po të llogaritë mirë, disa që thonë jemi Tiranës, preardhjen e kanë për 200 vjet, jo nga Tirana. Disa, ja 2-3 veta që dalën për televizor e llamatisin, pavarësisht se kanë vjedhur. Pra shqiptar, erdhi koha. Unë jam si ju. Unë jam shqiptar, po unë jam edhe amerikan. Si që kam thënë, Shqipërinë do të bëj 51 një urë. Jo vërtet, ta marrë Amerika. Ne e marrëm Amerikën. Sepse Shqipëria është për mira vjetë, kurse Amerika ka 200-300 vjetë. Por, presidenti parë, shqiptar, dhe presidenti e fundit, po thuaj, shqiptar, babë e birë, Lincolni shqiptar, me gjak shqiptari. Pra shqiptar dhe kanë dorë, dashur shqiptar. Amerika, dyert portat i ka hapur për shqiptar. Ja pra më 90-ën që ikën shqiptar, deri në 98-99. Sot janë fëmijët e tyre profesor në Amerikë, janë inxhinier, janë doktor. Po ka e disa të quajtur ushtarak, kolonela, majora, kapitena, që kanë erdhur nga bolshevikët, janë për Tiranë, parazit, mashtrojnë, bëjnë përçarjet e shqiptarëve, thonë do bëjmë revolt, u bëjnë thirrje juve për demonstrat, të bëni demonstrat, hidhuni të gjithë, o sot o kur, diqni policin, dhe janë në shënim, dashur shqiptar. Dhe janë parazit, kanë rritur me parat tuaja. Ato dosje që kanë erdhur, që kanë erdhur që dje, janë dosjet e reja. Janë parat ku janë shpën, pse janë shpën, si i kanë marrë këta të quajtur ushtarak, të quajtur analiste gazetar, që dalen të menshëm, thonë se qarë armatim ka Amerika, që edhe presidenti i Amerikës nuk e di qarë armatim ka Amerika. Janë gjithë sekrete. Por Amerika, e them pa frikë, Amerika, disave dofta nuk u vjen mirë, Amerika është zoti. Si më tokë, e në erë. Amerika është një shtet i bekuar, i ka hapur dyert për 200-300 vjetë. Vinë njerëzit me këpucë të grisura, kanë shtëpi, martohen, fëmijët me shkollë. Kjo është Amerika e bukur, të dashur shqiptar. Pra, erdhi koha dhe unë po e përfundoj me fjalën e fundit. Spaku erdhi nga Amerika me dosje shumë të rënda, iku me duar për qepat, hangri në Amerikë, ju prene biletat luksoze,
fjetën në hotele të mrekullueshme, por kur ikën të rënd me dosje, me parat që kanë shpën në Amerikë, si që kam thënë, me dosjes që kanë blerë hotele, me dosjet që kanë bërë në dërtim, kanë qenë disa deputet dhe sot janë ndërtues me parat tuaja. Ju do t'i keni shqiptar. Fjale e fundit, Tursak, rrethi Durrësit, i Kavaj se jeni bashk, jeni ngjitur pothuaj nga dërtimet që janë bërë. Të dashur shqiptar, rrëzojeni atë tel. Mos pyesni nga mizat e kalit. Mos pyesni. Ejani pra, ta pastrojmë atë, si shtash, 1 metro poshtë, ti heqëm ato pislajqet e tyre, ato ndyrësit e tyre për 46 vjet, e ndyrësit e këtyre gabelave që kanë 35 vjet. Të dashur shqiptar, natën e mirë, e mirupafshim nesër në orën 1:30. Televizorët sonte do zjenë, shikoni, se do fillojnë do flasën për dosjet që kanë erdhur. Pra, mirupafshim nesër në orën 1:30 dhe në orën 6. Shqiptar, rroft flamuri shqiptar dhe flamuri amerikan. Rroft Shqipëria me kufi natyrore të valvoj ky flamuri i pastër. Rrofshin studentët që i squan shqiptarët kudo që janë, e kam fjalën për studentët e Shkupit. Natën e mirë, të dashur shqiptar, mirupafshim nesër në orën 1:30 dhe